Katari dhe Ukraina kanë hedhur një hap të ri në bashkëpunimin e tyre ushtarak. Vendet kanë shkruar një marrëveshje që synon përballimin e kërcënimeve nga raketat dhe dronët, në një kohë kur siguria rajonale dhe globale mbetet e brisht dhe gjithnjë më ndërlidhur me zhvillimet gjeopolitike. Marrëveshja përfshin zhvillimin e teknologjisë së përbashkët, investime strategjike si dhe shkëmbim ekspertize në fushën e mbrojtjes ajrore dhe sistemeve pa pilot. Ajo vlerësohet si një hap konkret drejt thellimit të bashkëpunimit mes dy vendeve në sektor me rëndësi të lartë për sigurinë moderne. Ky zhvillim vjen në kuadër të përpjekjeve të Ukrainës për të zgjeruar rrjetin e partnerëve ndërkombëtar përtej Europës, duke orientuar drejt rajonit të Gjirit, një zonë kyçe për stabilitetin energjetik global. Në këtë kontekst, bashkëpunimi me Katarin shihet si pjesë e një strategjie më të gjerë për të forcuar aleancat dhe për të diversifikuar mbështetjen ndërkombëtare. Gjatë vizitës zyrtare në Katar, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se vendi i tij ka fituar përvojë të drejtpërdrejtë dhe unike në përdorimin e dronëve në kushte reale lufte. Sipas tij, kjo përvojë nuk lidhet vetëm me zhvillimin teknologjik, por edhe me integrimin e dronëve me sisteme të tjera të mbrojtjes, si radarët dhe aviacioni, duke krijuar një model të avancuar të mbrojtjes ajrore. Zelensky shtoi se kjo ekspertizë mund të shërbejë jo vetëm për mbrojtjen e Ukrainës, por edhe për rritjen e sigurisë në rajone të ndjeshme, si Gjiri Persik, ku infrastruktura energjetike dhe rrugët tregtare globale janë shpesh të ekspozuara ndaj rreziqeve të sigurisë. Në të njëjtën kohë, Ukraina synon të përfitojë nga ky bashkëpunim për të siguruar mbështetje konkrete ushtarake, veçanërisht në sistemet e mbrojtjes ajrore. Nevoja për këto sisteme mbetet kritike për shkak të sulmeve të vazhdueshme me raketa dhe dronë gjatë konfliktit me Rusinë.